Këtë të enjte në seancën plenare ishte parashikuar që komisioneri shtetëror i zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, të raportonte mbi veprimtarinë e KQZ për vitin 2024. Në nisje të seancës, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi njoftoi se për shkak të angazhimeve institucionale të kalendarizuara kohë më parë, Celibashi nuk ishte prezent në seancë. Njoftoi se komisioneri shtetëror i zgjedhjeve, zoti Ilirian Celibashi, me shkresën numër 7276, datë 3/12/2025 ka njoftuar se për shkak të angazhimeve institucionale të kalendarizuara kohë më parë nuk e ka të mundur të marrë pjesë në seancë plenare ditën e sotme, pra datë 4 dhe edhe në seancën tjetër në datë 11 dhjetor. Gjithashtu, urrëzua edhe kërkesa e Partisë Demokratike për interpelancë me kryeministrin Edi Rama lidhur me çështjen e Belinda Ballukut. Sipas Peleshit, nuk do të ketë interpelancë për aq kohë sa gjykata kushtetuese nuk ka dalë me një vendim sa i takon padisë së qeverisë për shkarkimin e Ballukut. Njoftoj se në Kuvendin e Shqipërisë është depozituar kërkesa me numër 3758, protokolluar në datën 2/12/2025 e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për interpelancë urgjente me kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama, duke pretenduar se kërkesa e tij ndaj gjykatës kushtetuese është e pabazuar në kushtetut dhe se kryeministri duhet kishte marrë masën e shkarkimit zëvendës kryeministres Balluku në vend që ta drejtonte çështjen në gjykatën kushtetuese. Në shkresën me numër protokolli 3758 fraksion 1, datë 3/12/2025, drejtuar zotit Bardhi, në bazë të neni 89.3 rregullores Kuvendit, kam argumentuar mos pranimin e kërkesës për interpelancë. Objekti i kërkesës për interpelancë është aktualisht në shqyrtim në gjykatën kushtetuese, e cila po vlerëson nëse kërkesa është e pranueshme për shqyrtim në seancë plenare. Kërkesa për interpelancë urgjente sipas parashikimit në nenin 80.1 të kushtetutës dhe nenin 97 rregullores nuk duhet pranuar sepse çështja është aktualisht në shqyrtim në gjykatën kushtetuese dhe është ky organ që do të jap një interpretim përfundimtar mbi kompetencat dhe ndarjen e pushtetit ndërmjet institucioneve të ndryshme. Pavarësisht argumenteve bazuar në ligj të kryetarit të Kuvendit, kërkesa për interpelancë u kalua në votim me karton. Kërkesa u rrëzua përfundimisht me 17 vota pro dhe 74 kundër.